Industria shqiptare e detit po bën përpjekje për të ringritur, ndërkohë që ka mbetur shumë brapa krahasuar me shtetet fqinje në MSD. Bashkimi i investitorëve shqiptar po mundohet të nxjerrë bashkëpunimin midis institucioneve shtetërore dhe private në ngritjen e një flote peshqimi e cila duhet të furnizojë fabrikat moderne të konservimit që janë ngritur. Ne vetëm vitet e kaluara mund të kemi marrë nga Kroacia rreth 4 milionë gjys kile peshk. Një eksport i jashtëzakonshëm për Kroacinë që vetëm fabrika jote përpunon vetëm një fabrikë. Atëherë kjo sasi peshku që nxehet 2 gishtë larg Shqipërisë është fare mundur që të nxehet në Shqipëri vetëm në sa të ngrites një flotë peshkimit. Presidenti i Unionit të Investitorëve Shqiptar, Kujtim Shkreli, thotë se në Shqipëri janë ndërtuar disa fabrika moderne konservimi që eksportojnë prodhimet e tyre në Evropë, Japoni, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada e të tjerë dhe kanë standardet më të larta ushqimore në botë, por nuk shesin asgjë në Shqipëri. Fabrika Eurofish me rreth 600 punëtorë, për shembull, përpunon një sasi të madhe peshku, 25 milion konserva në vit ose 5000 tonelata peshk në vit. Ne nuk shesim tregun vendas sepse nuk kemi peshk të vendas. Dhe këtu du të them është një problem jashtëzakonshëm se ngritja e kësaj industrie ka kushtu miliona euro. Edhe ngritja e kësaj industrie është bërë me qëllimin që të shfrytëzoj peshkun vendas, të shfrytëzoj burimet peshkore të detit të detrave tonë. Ne peshk nga vendi pothuajse s'kemi as 1 kilogram. Kjo vetëm sepse mungon flota e peshkimit për këtë lloj peshku që përpunojmë ne. Shqipëria në fakt ka rreth 300 anije të vogla peshkimi që bëjnë gjueti spontane të paorganizuar të peshkut në detin Adriatik dhe Jon, ndërkohë që fabrikat e përpunimit dhe konservimit e marrin peshkun nga Kroacia, Tunizia dhe shtetet të tjera mesdhetare për të përballuar kapacitetet e larta prodhuese. Po janë barka peshkimit që kanë ndryshuar destinacionin dhe peshkojnë lloje të ndryshme peshqish, po jo këto lloje të peshkut industrial që përpunojmë ne. Se fabrikat përpunojnë peshk sardele, aquge, zgomro, skumër, si quhet në Shqip, ton, që janë sasi peshkut, ose të ashtu quajtur peshk blu, që është i mbushur deti Adriatik dhe Jon. Po ka rreth 20 vjet që nuk peshkohet për mungesë të flotës. Por pse biznesi shqiptar i kësaj fushë nuk ngre vetë një flotë për të furnizuar fabrikat e konservimit? Specialistët thonë se për këtë duhen nisma biznesit të guximshme, kreditime dhe bashkëpunim me qeverisë me pushtetin vendor në qytetet bregdetare për të shërbyer anijeve të flotës në çdo port që ato ndalojnë. Ngritja e një flote ka të bëjë edhe me një program të caktuar ministror, një politikë caktuar ministrore, që në bashkëpunim me bashkitë portuale sigurojnë kushte për strahimin e këtyre anijeve, sigurojnë kushte për furnizimin me ujë, me elektricitet të këtyre anijeve. Nga ana tjetër, një ministri i arsimit duhet kujdeset që të ngrej shkolla për marinarët, për kapitenët anijet, për motoristët anijet, siç kanë qenë dikur ose siç kanë qenë në vendet e tjera. Pra, mjafton një fotokopia thjesht e zhvillimit të peshkimit në një rajon fqinj siç është Italia dhe problemi duhet të ishte zgjidhur. Industria ushqimore e detit në Shqipëri ka mbetur aq e pazhvilluar sa jo vetëm peshkun nuk e kap më vet, por blen nga jashtë edhe lëndë të tjera ushqimore si vaj ullirit, kripa dhe konservat metalike të metalit për konservimin. Paradokset e prapambetjes së kësaj fushë lidhen me faktin që Shqipëria është prodhuese e madhe e vajt ullirit dhe e kripës, ka hapësira detare të konsiderueshme dhe përsëri fabrikat moderne të saj që kanë ndërtuar biznesmenët privat furnizohen me peshk, vaj dhe krip nga shtetet të tjera. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.